Представете се. Јас сум адвокат Валјан Абдулхамиди, бранител на двете обвинетни од правно лице ЈЗУ Клиничка болница Тетово. Така да спрема камерите, само гледате од тебе. Да го повторам. Еден коментар, нема потреба. Еден коментар за пресудата. Сметаме дека ова пресуда за нас не е неприфатлива, дека истата е посредница на грешно утврдена фактичка состојба и грешно толкување на одредбите од Законот за кривична постапка. Против истата ние ќе вложиме навремена жалба и веруваме во судството дека второстепениот суд правилно ќе го оцени нашите наводи. Vlerësojmë se ky vendim është pasojë e konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe interpretimit të gabuar të dispozitave të ligjit për procedurë penale dhe kodit penal. Kundër këtij vendimi në kohë do të deponojmë ankesë pranë gjykatës së apelit dhe presim që e njëjta të nxjerrë vendim meritor. Arsyet më detaje se përse mendojmë se ky vendim është jo i drejtë, do të gjithë arsyet tona do t'i përshkruajmë në ankesën që do t'ia drejtojmë gjykatës së apelit. Më tepër se kaq nuk kemi komente sepse vlerësojmë se diçka e tillë do të ishte cënimi autonomisë gjykatave dhe presion mbi gjyqësorin i cili presupozohet të jetë i pandikueshëm nga opinion. Sysh ka qenë vendimi i drejtë. Jo, e përsëritim edhe një herë. Gjykatja ka kryer punën siç duhet. Keni ankesa në paraqitjen e dëshmive, në prezantimin e, domethënë në marrjen në pyetje të dëshmitarëve. Çdo kundërshtim që kemi pasur gjatë procedurës e kemi shprehur në gjykatore dhe ju keni qenë prezent aty, mund ta konfirmoni. Më tepër se kaq publikisht nuk mund të them asgjë më tepër. Ju falenderoj. Oficialisht për ta që ima Dorim preta Lei qua de cancettare. Moment. Me lidhje të gjithëve. Faj. Moment, lutem. Mos e rishi ta Përshëndetje të gjithë mediave. Faleminderit për mundin që lini pjesë seancën e fundit. Gjyqtari dha vendimin për dita akuzuarit në rimbesimin dhe ata ne kemi një vjet e 6 muaj burg. Ne si familjar nuk jemi të kënaqur me këtë vendim që ka marrë gjykata, se me marrë pak me matematikë, me pjesto 14 viktima për një vjet e 6 muaj, dhe si sa dhe viktim ka një muaj të bëje burg.
do me thonë vlera e një qytetarit në Republikën e Maqedonisë pa vlerë vetëm një muaj. Kështu që ne si familjar nuk jemi të kënaqur me vendimin që ka e mu gjyqtari për një vete 6 muaj. Ne e kemi thonë dhe do ta them se në rastin e spitalit u dushin të jenë të akuzuar edhe zamis ministri i shëndetësisë Filipçia, agjyshefi firma Bako, instalimi i Rimës, edhe e ka një përgjësi se krejt shka erë të flakë e spitalit modular, unë si kom marrë pjesë në dhomë, kom qenë atë natë, ka qenë Rima. U murë vendimi një vetë 6 muaj, ne si familjar nuk jemi të kënaqur, ne do ecim para ankesat tona më të tjera. Не мога на македонски само истото. Да се представи. Mumin Ismaili, hvala je na vas što dođete ovdje da dajem ova izjava. Sud reši za 20 po 1 i 6 mjeseci zatvor. Nije kako familjari na zaginatite ne sme zadovoljni za ova presuda. I da idemo na matematika, da i stavimo tije 14 žrtvi, iznesova po 1 mjesec zatvor. I nije će продължим натаму за ова жалба, не сме задоволни за ова. Споменавте некои други субјекти додека говоревте на албански во повторување на вината? Се знае, пред судот требаше да дојде и министерот Филипче, аѓуше фирма Бако, инсталацијата на струјата што е стае во модуларната. Тие треба да бидат виновни за ова трагедија, ама државата одлучи Флорин Бесими и Артан Етеми да бидат казни 1 година и 6 месеци. Гледате кај ни вина? Не викам дека немат вина и овие, ама вината погоре, се знае државата кај е винава. Оти министерот да им направи модуларната и да е, како да ви кажам, hvala na vas. Ne možem više. A mund shqipte pa A mendoni se këta janë fajtarë dhe dihet se për zjarrin akoma nuk është i akuzuar askush dhe nuk ka asnjë etik. Po unë potencova edhe rrën e parë se Unë fiksova edhe rrën e parë se këtë gjigji që ka ndodhur këto 4 vjet ka ndodhur për apat PP aparat, aspat PP aparat. Kur ne nuk ka konë me fjale thonë me se si erë deri të fjaka që ka plojnë modularin. Kështu që ne si familjare dim se si erë flaka, se unë kumë nëth dhomën nëmër 3 ku ka kap flakën modularna, e di si ka arë flaka Pikabelli, edhe këtu nuk ka para gjigjit vej shembull Filipçia, Agjushevi, ai që ka vunë Kabellin e Rimës, këto nuk erdhën, e dha një dënim shteti Florin Besimit, Ardhan Etemit ka një vetën 6 muaj. Në unë bildë me këtë. A janë ta fajtorët? Këna? A janë fajtorët pa që të kështë? Ne nuk themi se këto nuk janë fajtorë, edhe këto e ka një përgjësi se kam pat drejtora, kanë kjenë në spital, por mendojmë se fajtorët janë diku manat. Unë e kom theksu se se RMM më BM, Ministri Shëndetësisë Filipçia, firma Bako, edhe Rimën, kush e ka vunë, nuk e dina, ala s'kina informata se kush e ka vunë Rimën në spitalin modular. Moment, vetëm edhe një pyetje. Pas Kina me familjar qire. Seni të kaqe në këtë vendim, çka tu tje? Çka tu tje? Ne s'kem kënaqur edhe me vendimin e parë, me një vete 6 muaj me kush ka i dënoi gjykatësi, por edhe me këtë vendim nuk kena kënaqur asnjëherë me një vete 6 muaj me dënim burg. Kjo e se të bëjt. Ne nuk kemi kënaqur, ne do vazhdojmë këtë tje, nuk kena mend më ndalë tu se Allah keni në zemrat tona familjarë që na u doqen në të natën e kopshme. Panderit. Si e vlerësoni vendimin e gjykatës? Faleminderit juve media. Vendimi i gjykatës sot ndehemi turpruar dalësh për gjykatës për 14 persona vdesin dënohen një vit e 6 muaj. Në zdejën e vetë gjykton. Është ma mirë këtu si tohet. Ky shtet nuk bëhet asnjëherë. Nuk ka akoma asnjë hetim për shkaqet e zjarrit. Po nuk e marrën si bazë shembull një herë ekspertizën e Gjermanisë, do të thonë derisa smerret ajo për bazë, nuk mund shkoj përpara kjo për shkaqet e zjarrit.
Çka ti ke? Çka ti bën? Protesta. Si do ja kërkon? Unë për veten time personalisht do lëshoj akuzë pi dikun tjetër. Kundër krejt shteti do me thonë me provat e irëlojës, vrasje gjoshej dokumentarin në Titov e në dhe hakast putëm në Strasburg. Македонски ви кажани? На Македонски па после да појдем. Па после ако сакате нешто да може. Сам пара македонски. Или како ајде да идем на албански по. Не, она треба можува се вклучи за 2-3 минути, па поради тоа ви бара за да има изјавата. А, па добро. За да има изјавата, да. Дозволете ми уште еднаш од длабочина на срцето да ја изразам мојата најдлабока болка и сочувство до семејствата на жртвите од ова трагедија. Загубата на недолжни човечки животи е рана што никогаш не зараснува. Но она уште е потешко од што е неправдата. Зашто ова судење не беше за да се открие вистината, нити да се најдат виновниците за ова трагедија. Не беше да се открие зошто настанал пожарот, кој е одговорен за изградба на објектот, што изгори, како артија, кој дозволи животите на луѓето да бидат ставени во опасност. Не, ова судење се претвори во лов на вина против оние што ниту имале моќ, ниту одговорност за ова трагедија. Мене ме обвинија за недостаток на противпожарни апарати, а во постапка докажавме дека имало ПП апарат. Иако одбив од почеток да го прифатам објектот, а тоа го гледате вие сами тука дека не сум се подпишал по ниту еден документ, дека ги имате документите не сум подпишал, тоа знаете јавно обвинителство, судство, сите знаат, не го зеат да предвид дека не сум подпишал за таков објект. Ова стварно е неправда. Иако сведоците потврдија, и кај тоа што ние успеавме да докажеме дека имало ПП апаратите, иако што сведоците потврдија дека имало апарати, иако сите ние со овие очи видовме, тој пожар не можеше да се изгаси со ниту еден рачен апарат. Ова е неправда. Ова е бегање од вистина. Јас не барам милост. Јас барам правда на жртвите и за себе. Барам вистина да излезе на виделина. Семејствата на жртвите денеска не заслужуваат површно објаснување и лажа виновник. Тие заслужуваат да ја знаат вистината. И за таа вистина ќе зборувам секогаш, да знаете. Милиони që edhe njerë nga thellësia e shpirtit të shpreh dhimbjen dhe keqardhjen më të thellë për familjet e viktimave të kësaj tragjedie. Humbja jetëve të pafajshme është plagë që nuk mbillet kurrë. Por ajo që është më e rëndë është padrejtia. Nga se shprehem se ky gjykim nuk synon të ta nxjerrë në pat të vërtetën, për të gjetur të vërtetën e kësaj tragjedie. As fajtorët, as të kësaj tragjedie. Të zbuloj arsiet e zjarrit, pse ndodhi zjarri, as kush ishin përgjegjësit për ndërtimin e një objekti që u do të si letër. Si dhe nuk shqyrtoj se kush lejoj që jeta e njerëzve të vihet në rrezik. Jo. Ky gjykim u kthie në një gjueti faj ndaj atyre që nuk kanë pasur as fuqinë, as përgjegjësinë për këtë tragjedi. Mua më akuzuan për mungesë të aparateve, për zjarr, a në fakt unë në thelb kam qenë kundër këtij objekti.
më kanë refuzuar edhe kam refuzuar ta pranoj objektin. Ja shifni këtu poshtë, kam dëshirë ta shifni ku nuk jam e nënshkruar. Edhe dokumentet tjera shifni këtu që kam. Këtë e din edhe prokuroria, e din edhe gjyqi, e din këtë instancat se edhe nuk e kam pranu, edhe për mbledhje e kam cek, edhe ekziston dokumenti, nuk e mund parasysh. Edhe pse dëshmitarët konfirmuan që ka pasur aparate, edhe ne gjatë procedurës arritëm të dëshmojmë se ka pasur aparate. Edhe pse të gjithë e pam ne se në si tana, sa atë zjarr nuk do të ndalte asnjë aparat dore. Kjo nuk është drejtësi. Kjo është mangje e vërteta. Unë nuk kërkoj mëshirë. Unë kërkoj drejtësi për viktima dhe për veten time. Kërkoj që të zbulohet e vërteta. Familjarët e viktimave nuk e meritojnë një shpjegim sipërfaqësor dhe një fajtor të rem siç ndodhi sot. Ato meritojnë të dinë të vërtetë dhe për këtë të vërtetë do të flas gjithmonë edhe nuk do të dalëm. Faleminderit. Kjo obżaluata? Kjo obżaluata li? Kjo obżaluata li za... Da.